Presidenti është në mesin e funksioneve të larta kushtetuese, të cilat me firmë të tij si deputet propozues, kreu i qeverisë Edi Rama kërkon t'i shtojë në nenin 242 të kodit të procedurës penale për të ndaluar kështu gjykatën që njëjtë si deputetët apo kryebashkiakët të mos pezulloj dot as antarët e Këshillit të Ministrave, kryeministrin vet, avokatit të popullit dhe kreut të kontrollit të lartë të shtetit. Në një koment ekskluziv për Report Televizion, kreu i shtetit Bajram Begaj, përmes një përgjigjeje zyrtare, la të kuptuar se qëndrimin për këtë propozim do ta shfaq vetëm përmes forcës së dekretit kur nisma të jetë miratuar në kuvend. Presidenti i Republikës nuk mund të prononcohet për nisma ligjore. Shqyrtimi i tyre është kompetencë ekskluzive e kuvendit. Presidenti e shpreh qëndrimin e tij vetëm pasi nismat shndërrohen në ligj dhe vetëm në përmbushje me kompetencën që ka për shpalljen e ligjeve. Ndryshimet ligjore në kodin e procedurës penale të depozituara në kuvend nga socialistët dhe që për të miratuar nga parlamenti kërkojnë 84 vota, nuk e cënojnë hetimin e prokurorisë ndaj këtyre funksioneve dhe prekin masat e tjera, si marrja e pasaportës apo detyrim paraqitje, për të cilat s'pak nuk ka nevojë për asnjë autorizim nga parlamenti. Ndërsa për arrestin, qoftë me burg apo në shtëpi, do të duhet si gjithnjë autorizim i kuvendit. Miratimi i këtyre ndryshimeve ligjore nuk ka fuqi prapavepruese dhe nuk çliron nga masa e pezullimit Belinda Ballukun.